E para, ajo që duhet me theksu edhe me konfirmu që Partia Demokratike e Kosovës, siç e dini, ka qenë kundër zgjedhjeve. Natyrisht që jemi mundu me dhënë kontributin ton që vendit me dhënë presidentin, por subjekti politik që ka dalë i pari, që është përgjegjësi kryesor për me dhënë drejtim çështjes së zgjedhjes presidentit, natyrisht që se ka marrë me seriozitet ashtu siç po shihet, edhe nga zhvillimet edhe nga lëvizjet e vazhdueshme të takimeve, dhe fatkeqësisht Kosova siç po shihet po shkon drejt zgjedhjeve të reja, të panevojshme, të cilat sigurisht që do t'i kushtojnë miliona euro buxhetit të Republikës Kosovës pa asnjë arsye dhe pa asnjë nevojë. Po në fakt veprimet që janë bërë edhe në fazën e parë para gjykimit të gjykatës kushtetuese, po edhe në pjesën tjetër, tregojnë që qëllimi i zotit Kurti, po edhe i lëvizjes vetëvendosjes që vendin me shku drejt zgjedhjeve, dhe kjo është fatkeqësia e gjithë kësaj që po ndodh sot Kosovës, pa asnjë interesim për me zgjedh presidentin dhe mi eliminu eventualisht zgjedhjet të cilat po na presin. Natyrisht që në këto rrethana partitë politike nuk kanë zgjidhje dhe opsione tjera përveç se të përgatiten për zgjedhje, por edhe njëherë po them, zoti Kurti, subjekti i tij politik, ka shumë opsione dhe mundësi për me dhënë vendit një president konsensual të ri, sepse e dini që shumica e partive politike kanë pas vullnet dhe disponim për me bërë zgjedhje. Ne faktikisht e dini qëndrimet tona prej fillimit deri tash, dje kemi pas mbledhjen e Këshillit Drejtues të Partisë, edhe mendojmë që në këtë fazë për Partinë Demokratike të Kosovës kjo çështje është përmbyllur, sepse nuk kemi pas seriozitet të zotit Kurtit për me zgjedh presidentin e Republikës.